Rezervimet në muajt e verës në qytetin e Korçës janë thuajse drejt përfundimit, duke konfirmuar një interes të lartë dhe një trend gjithnjë në rritje të turizmit në këtë zonë. Sipas operatorëve turistik, prenotimet kanë nisur që një vit më parë dhe përfshin vizitor nga vende të ndryshme të rajonit dhe Europës. Për verën e 2025-s, rezervimet tashmë le të themi që janë mbyllur, grupet janë prenotuar gati një vit para. Mund të themi që trendi qëndron i njëjtë, rezervimet vazhdojnë të jenë vetëm në rritje. Po ashtu dhe pse është herët, ne kemi kërkesa për vitin 2026, janë të njëjtat grupe të huaja, të cilat po rezervojnë që tani, pra një vit para, për pjesën e verës në Shqipëri. Shtetet që ne kemi momentalisht rezervim janë gjermanët, janë pjesa e holandezëve, kemi grupe nga Malta, e cila është një risi për ne për këtë vit. Po ashtu kemi shumë grupe polakësh, francezësh dhe vazhdojmë të kemi dhe nga rajoni, siç është Greqia, Bullgaria, vazhdojmë të kemi rritje të këtyre grupeve. Aktualisht, kapacitetet akomoduese janë të mjaftueshme për të përballuar fluksin, por sfida kryesore mbetet rritja e cilësisë së shërbimeve në mënyrë që të përmirësohet përvoja e vizitorëve dhe të forcohet imazhi turistik i qytetit. Korça ka mjaftueshëm tashmë struktura akomoduese, por duhet të rritet vetëm cilësia e shërbimit dhe të jenë sa më të strukturuara të gjitha mundësitë që operatorët turistik ofrojnë, pra të mos ngelemi vetëm tek akomodimi dhe ushqimi. Duhet punojmë më tepër dhe me pjesën e muzeumeve, me trajtimin e klientit dhe me të gjitha që kanë të bëjnë me hoteleri turizmin. Korça po konfirmohet gjithnjë e më shumë si një destinacion i qëndrueshëm turistik, me potencial të madh për zhvillim të mëtejshëm.